بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح من نسخ ثم أبيح من نسخ ثم استقر تحريمه إلى يوم القيامة. Martesa me kohë ose me kontratë. Me martu njeriu për një kohë caktuar. Cili është gjykimi në Islam? Është lejuar në fillim, pastaj është ndaluar, pastaj është lejuar në një kohë lufte, pastaj është ndaluar deri në ditë Kiametit. Pra ç'është filloi martesa, martohet me afat për 2 ditë, për 3 ditë, me të gjitha kushtet që duhet plotësojë nikahun, kujdestari, shpejtarët, mehri etj. Kohë lufte është lejuar, pastaj është ndaluar. Dhe gjykimi sot për të është haram, pra është ndaluar deri në ditën e Kiametit. Dhe më e bukura, personi që transmeton hadithin ose sahabiu që transmeton hadithin e ndalesës deri në ditën e Kiametit është Ali ibn Abi Talib. Ali radhiyallahu ta'ala. Çfarë fati keq për ata që thonë ndjekim Aliun. Jemi në Aliun, Ali radhiyallahu ta'ala është transmetues i hadithin që është ndaluar thotë el-mut'a, martesa me kontratë deri në ditën e Kiametit. عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل الحمر الانسية. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar nga martesa me kontratë, me kohë, me kontratë kohore, ditën e Khayberit, pra ditën që është shliruar Khayberi, dhe gjithashtu ka ndaluar nga ngrënia e mishit të gomarit shtëpiak ose gomarit të butë. Arabët gomarit në të gjitha llojet e tij thonë humur ehliye, ndërsa zebrës i thonë humurun wahshiyya. Zebra është lejuar në Islam, ndërsa gomari është i ndaluar. Atëherë kjo është meseleja, ka një transmetim tjetër nga Diu, do të thonë ila yawmil qiyama, pa deri në ditën e Kiametit. Allahu te ismirë sot në shoh. Ka disa njerëz sot që shfaqen që thonë Zoti ka lejuar çdo gjë, ka punë sa jetë për sëmtatun bihimin hunne, fa atuhunne, ujurahunne, me çfarë kënaqeni jepni pagesën etj. Këta njerëz cilët mohojnë hadithin përgjithësi, i bin hasha asaj që të ne muslimanët këtë temë është e mbyllur me kohë, pra është e mbyllur me ixhma. Këtë temë është e mbyllur me ixhma. Ka njerëz që hapin debate kopse, nuk është punë se po e zbaton kush apo po e realizon kush, sepse martesa e rregullt është bërë shenjë e sunetit, ndërsa martesa me kontratë është bërë shenjë e atyre që nuk ndjekin rrugën e sunetit. Nuk ndodh në grupimin e sunetit të gjesh njerëz që bëjnë muta. Nuk ndodh, nuk është në natyrën e tyre. Për njerëz të smurë mendojnë cilët hapin tema kot, hapin debate kot, harxojnë energji kot, ata, pa edhe ata që ju përgjigjen aty në harxojnë energji kot, ndërkohë që është temë e mbyllur. Selamun alejkum.